Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë. Salavatut selamet Muhammedit alayhi salatu wassalam ja dërgojmë familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që esin rrugës së tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, jemi rikthy pas pauzës për shkak të Ramazanit, sepse Ramazani ka programin e vet, edhe për ka ligjërimet e veta. E ne jemi kthy me dersin e 23 rreth jetës së pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ndërsa sonte me lejen e Allahut të lartësuar do ta shtjellojmë njërin prej ndodhive kryesore në jetën e pejgamberit alayhi salatu wassalam në Medinë. Madje ndoshta edhe mund të quhet ngjarja më e sikletshme e pejgamberit dhe muslimanëve alayhi salatu wassalam në Medinë. Më të vërtet një sprovë rënd, mirë po Allahu i lartësuar njerëz të mëdhej i sprovan me sprova të mëdha për me nxjerr vlerat e tyre. Allahu i lartësuar her pas here kur ka dashur që më nxjerr në pa vlerat e pejgamberit alayhi salatu wasalam, e ka sprovuar me sprova të rënda. Edhe për ata, një prej arsyeve sepse pejgamberët sprovohen me sprova më të mëdha është që Allahu më nxjerr më të mirën prej tyre, dhe më tregon njerëzve thonë çfarë njerëzve kum zgjedh. Po këta janë njerëzit e mi që i kom përzjedh, që janë njerëzit që bartin vlerat më të larta dhe janë me virtytet më të përsosura njerëzore. Fjala është për betejën e Hendekut, lufta e Hendekut. Ndryshe quhet edhe lufta e Ahzabit ose e Alatve. Pse u quajt lufta e Hendekut edhe pse u quajt lufta e Alatve, e Ahzabit? Madje Allahu i lartësuar një surë në Kur'an e ka zbrit me emrin suratu Al-Ahzab, surja Alatve. Kush janë këta Alat? Çfarë aleancë kanë bërë? Edhe pse ka marrë emrin kjo betejë e aleancës ose Alatve. Fillimisht betejë e Hendekut quhet për shkak të Hendekut që e kanë gropu pejgamberi alayhi salatu wasallam me shokët e vet, që do të shohim detajet e Hendekut pak më vonë. Domethënë lidhet me një Hendek që është qel në Medinë. Ndërsa betejë e Ahzabit, për arsye se grupet e ndryshme, fiset e ndryshme, formatet e ndryshme të njerëzve, idhujtar, ehlul kitab, i thart librit e kështu me radhë, bëhen gjithë bashkarisht për me luftu pejgamberin alayhi salatu wasallam, edhe kjo aleancë e përbën me fiseve të ndryshme, vjen edhe e rrethon Medinën edhe e mban të rrethuar. Kur ka ndodhur kjo? Shumica e historianëve thonë ka ndodhur 2 vjet pas Uhudit. Domthonë mes Uhudit, na e kemi mojt një ders ose 2, mes Uhudit edhe luftës së Hendekut është një farë periudhë aty, e disa luftrave të vogla, disa ekspeditave, disa zhvillimeve që janë bën në Medinë, pejgamberi alayhi salatu wasalam që e ka menaxhu jetën administrative, ekonomike, fetare, shkollore, po dhe ushtarake, derisa vjen ngjarja e madhe, ngjarja e Hendekut ose lufta e Hendekut. Më të vërtet ka qenë sprovë e rëndë për muslimanët, kjo për shkak të rrethonave në të cilat u zhvillu kjo ngjarje. Saktësisht në muajin Sheval vitin e 5 hijretit ka ndodhur kjo betejë ose ngjarja e Hendekut. Shkaktarët e kësaj betejë, të nderuar vëllezër, i përmendin historianët 2 kryesorët. E para është se mushrikët e Mekës, edhe pse e fituan luftën e Uhudit, edhe pse u vron shumë prej muslimanëve, edhe pejgamberi alayhi salatu wasallam së bashku me shokët e tij, e psoi një disfat, prap mushrikët e Mekës nuk arritën me siguru rrugën e tyre të tregtisë për në Sham. Domthonë prap rruga mbet e mbikëqyrur prej Medinalive. Domthonë sepse kjo rrugë kalonte pranë Medinës, kështu që ekonomia e Mekasve prap ishte në rrezik. Do duhej me ndërmarr diçka që me siguru rrugën në të cilën e bënin tregtinë e tyre. Shkaku i dytë është se jehudit, përveç që e kishin mbledhjen për pejgamberin alayhi salatu wasallam për islamin, ata her pas here e manifestonin edhe duke u mundu me ngrej kurtha muslimanëve dhe pejgamberit alayhi salatu wasallam, konkretisht me fisin Banu Nadhir, nëse ju kujtohet Banu Nadhir që pejgamberi alayhi salatu wasallam i ka detyruar me lshu Medinën
për shkak të disa tradhtive që i kanë bërë dhe që kanë prish marrëveshjen, mirë po, me një marrëveshje të paqes kanë arritur që ata me dal pa i prej kërkush, pa i vrarë kërkush, me i marrë disa pasuri të lehta, edhe me dal prej Medinës, pastaj kanë shkuar në Khajber. Kur janë shkuar në Khajber, Khajberi është dikon 200 e diçka kilometra prej Medinës. Prej Khajberit kanë filluar me akumulu edhe më tepër mllef për pejgamberin alayhi salatu sallam, edhe me bë plane se çish me bë invazion Medinën, me çrrënjos Islamin në Medinë, me zhduk Muhamedit alayhi salam edhe me kthy Medinën që kena pas. Edhe konkretisht Huayi ibn Akhtab, që ka qenë prisi i fisit Banu Nadir, këti për i vlën ai mlefi me ledhën, i mbushën mlef edhe i sërbushën, për i vlën mrena. Qka me i bo Medinës, qysh me marë Medinën, qysh me e qërënjës Islamin për atyhit, edhe së bashku me 3 tjerë jahudi shkën Mekë. Edhe i takën krerët e Mekës. Ju thot atyre, është momenti me likvidu Muhamedit, me zhduk Muhamedin, me zhduk i thtarët e tij, me zhduk Islamin. Na kena mjë mu, na kena marrë me luftu me juve. Edhe i bind mushrikët e Mekës që mu armatos me i mbledh meshkujt për luft edhe mu armatos u bogati. Prej këtu mujt kalojnë pastaj në Nejd, domthonë këtë 2 krahinat kryesore të gadishtit arabik që ka qenë Hijazi, Mekka, Medina, edhe Nejdi, ku është Riyadi, shteti i Saudisë dhe disa qytete tjera, kalojnë te fisi Gatafani, cili shkon fisi i madh. Edhe ato arrin me bind që me luftu kundër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj kalojnë edhe në disa fise tjera kryesore krejt çdo fise që ky Huayi ibn Akhtab së bashku me 3 jehudi tjerë arrin me i bind edhe mu armatos edhe mu mbledh edhe mu grumbullu edhe me mësy Medinës. Edhe jam mësy si cili prej anës vet. Fisi Gatafan prej anës vet, domthon që i bjen në lindje, në jug lindje të Medinës, ndërsa Mekka Knena në jug perëndim të Medinës, edhe të dy partë janë nisë për mu taku në Medinë. Pastaj është interesant, Allah i lartësuar i ka zbrit një ajet për këtë Huayi ibn Akhtab, i cili i ka livdu mushrikët, ka thonë feja ju është shumë më e mirë. Idhujtaria që po javkish Muhamedi është shumë më e mirë se feja Muhamedit, edhe kanë bë bento. E Allah i lartësuar thotë alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil jibti wat taghuti wa yaquluna lil ladhina kafaru haula'i ahda min alladhina amanu sabila. Thot ai ka pa ata të cilët i është dhënë hisën nga libri. Allah nuk ka thonë ju ka është dhënë libri, sepse nuk e kanë pas këtë librin. Ky Huayi ibn Akhtab nuk e ka pas këtë librin, por i ka pas disa pjesë të librit të Vratit që ka ju kanë dashur atina, edhe të cilët besojnë në idhujtari. I thonin pa besimtarëve, idhujtarëve, se ju jeni në rrugë më të drejtë se sa ata që po thojnë kena besu. Thonë ju feja ju është më e mirë, për ato na kena ardhur te ju, kena ardhur më bashkë, edhe e përmendëm shkojnë të fisi Gatafan, pastaj shkojnë të fisi Beni Salim, i bindin edhe ata, edhe arrin me i mbledh 10.000 ushtar. Ama ushtri e fort. Ushtri e fort, sepse kur të bëhen 10.000 ushtar llogarit ti sa kalor si është atë, sa arma, sa arsenali luftarak i asaj kohe. Tash Mekka arriti me i mbledh 4.000 ushtar. Me kasit 4.000. Fisi Gatafan me ato kabilet e vogla të veta i mbledhi 3.500 që bojnë 7.500 edhe 2.500 për fise tjera, 10.000 ushtar jam mësyn Medinës. Pejgamberit alayhi salatu wasalam i vjen lajmi. Sa po e merr lajmin, çka bën pejgamberi alayhi salatu wasalam, konsultohet me sahabët, që ka qenë sunet i tina, edhe ka qenë traditë që për çështje për cilat s'ka pas shpallje prej Allahut të lartësuar, gjithmonë u konsultu me sahabët, çka po ja merr mendja, çysh po ja bojmë. Don tamam me dhon një shembull të liderit të mirëfillt, i cili konsultohet, i cili nuk punon vet, i cili nuk punon kryen vete, mirë po i shoqëron edhe njerëzit që i ka rrethit në vendimmarrje. Spaku ja vlyp mendimin. Edhe tash çka jo merrmendja me 10.000 ushtar ku luftohet. On tash pejgamberi alayhi salatu me shumë që më shumë diçka morët me mbledh rreth 3.000 janë. Rreth 3.000 plus ta nuk janë ushtar, ta janë burra veç. Domthonë nuk janë krejt me armatim. Çka me bë? Këtu del Salman al-Farisiu në skenë, radhiyallahu anhu wa ardahu. Salman al-Farisiu, sahabi që e ka prej ardhen prej Persisë, domthonë prej Iranit të Sudit. Edhe thotë o dërguar Allahut, kur banim në lufta në Persi, edhe s'kishim mundësi më ballafaqu me ushtrinë, hapshim hendeqe.
që mos me kalu, mos e mujt me kalu hendekun, ideja mirë të pejgamberi alayhis salam. Çfarë po hapu hendekun? Edhe fillon pastaj pejgamberi alayhis salatu wassalam me 3000 vet, paraversisht 3000 vet me hap hendekun. Mirë, qysh me hap hendekun, domthon qysh me mbrojt Medinën, a rrethohet Medina me hendek? Jo, Medina e ka pozitën, ose e ka pas më herët pozitën gjeografike që si soi sa që 3 anë e saj, ona jugore, ona lindore, edhe ona perëndimore kanë qenë të rrethume, që ashtu që nuk kanë mujt njerëzit me hi, as ka mujt komsaria, as kanë mujt me deve, as kanë mujt me kual. Vetëm një nën anë, anën veriore kanë pas qelë, është shkon tuk, ose është shkon shkretir, domethënë me zallë tim. E qaja jo është dashur me mshel, sepse 3 anë tjera kanë pas mshel. 2 anë janë ngurishte. I thojnë harre, arabisht që rrjedh për fjalës nxehtësi, domethënë sepse u kanë shtrume sikur me rasa të holla të gorit, mirë po thejpat i kanë pas ato, që s'ka mujt kërkush me hesën tu. Domthonjë që ashtu Allah i ka kriju, që i ka shtru dikush. Aty kur i kanë nxehtë dielli tani edhe të prehta, edhe të nxehta s'ka mujt kush me hesën tu. 2 anë. Anën tjetër, t'jugut e ka pas me ndërtime, me hurma që s'kan mujt me hylet, ndërsa ana knena ka veriu, ka qenë hapur, që i bjen një pjesë e Uhudit edhe pastaj edhe karshi i Uhudit. Qëtu, pastaj pejgamberi alayhis salam vendos me qel hendekun. Për mosat e hendekut, jo mundu me nxjerr paraversisht me motje të sodit, sepse atëherë janë mot me krah ose me parallër i thënë, që është 50 cm, 52, 55 varsisht për gjatësisë njerit. Mirë, po paraversisht me metra, është dalë që gjatësia e hendekut ka qenë 5540 metra dikur. 5 kilometra e gjys u dosh me qel hendek. Me bagjera jo, me dorë. Pastaj gjersia u shkon dikon për 4 metra e gjys deri në 5, që taman mos e mujt dikush me kalu këllaj. Ndërsa thellësia kon 3 e gjys deri në 4. Von që kjo shkon, që janë kon për mosat e hendekut. I gjatë 5 kilometra e gjys, 5 metra paraversisht i gjerë, ndërsa i thellë 4. Tash pejgamberi alayhis salatu wassalam ja kanë nda çdo 10 burrave ka 20 metra hendek me ta. Tash llogarit çdo 10 burra 20 metra, 100 burra 200 metra, 1000 burra 2000 metra, 2 kilometra apo 2000 burra 4000 kilometra, 3000 burra nat 6000 metra ose 6 kilometra, që është 5500 metra ose 5 kilometra e gjys. Thuhet që e kanë qelë shumë shpejt edhe kanë qelë më shpejt sa që shkone para pome. Sa që pa ardhë ushtria e Mekës, këta veç e kanë kry punën edhe janë pozicionu, i kanë strehu gratë, i kanë strehu fëmijët, i kanë marrë pozicionet, i kanë kry hendekun edhe i kanë prit ushtrin e Mekës. Thuhet që i kanë hopë për 6 ditë. Allah, në mdo këtë kohë e shkurt me qenë. Disa transmetime historike thënë për 10 ditë, disa për 15, e disa e përmendin që gati ju ka afro dhe mujt, po sido që tjetë e kanë qelë në kohë rekorde, sa që as vetë nuk e kanë llogarit që qash shpejt munden me qelë. Mirë po, përveç ushtrisë e madhe që po vjen, edhe hendekut, pastaj frika që dikush mund me kalu hendekun apet. Në këtë kohë sahabët kanë qenë duke jetunin në varfëri edhe një skamet thellë. Thatësia e madhe ka qenë me ti. Sa që e përshkruajnë historianët se qysh kanë hangër dhe që kanë hangër sahabët gjatë kësaj kohe. Domethënë e kanë pas ftoftin, se është kanë i ftofti madh. E kanë pas frikën e luftës, e kanë pas urien, edhe kanë pas numrin e madh të ushtarëve, arme krejt që të i kanë pas mirë, po në ngërësia i imanit i ka kalu gjitha këtu. Edhe ftoftin, edhe orien edhe gjitha këtu i ka kalu edhe e kanë hapë së bashku. Edhe pejgamberi alayhis salatu wassalam bashkë me sahabët ka marrë pjesë me tërnakëp, ka gropu, pastaj i ka mush aty si kufër që i kanë pas në atë kohë, ato i ka mush vetë, i ka bajt, ja ka dhënë dikujt, domethënë komplet edhe ai që kanë bërë tjertë edhe ky ka bë. E bile përshkruajnë sahabët atë kemi pa herë me plan që keni në herë, se kemi pa më kamt që i ka pas poshtë shpluta, se kemi pa pe planit. O kryesorja pejgamberi alayhis salatu wassalam bashkërisht me ta ka gropu, ka hek dhej, edhe nuk u shkon sikur sa i komandanti që ta banë që ta del çto të shkëni hadë çto. Pastaj gjatë kësaj kohe pejgamberi alayhis salatu wassalam gjan ku edhe për kundër ngarkesave, edhe për kundër krejt kryre sikleteve që i ka pas, gjan ku që
me sahabëve mu ju bë ambient, mu ju bë atmosferë. Edhe i thot do poezi që poezia s'ka qenë e preferuar e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Rall, po e ka përdor poezinë ose s'ka përdor hiç. Bil Allahu në Kur'an i thot: "Wa ma yanbaghi lahu ash-shi'r." Wa ma 'allamnahu ash-shi'r wa ma yanbaghi lahu. Nëse kemi mësuar poezinë, as që i duhet poezia, diçka sepse Kur'ani rekomat mirë se poezia, mirë, po nga njëherë ka përdor pejgamberi alayhi salatu wasallam. E tash tu grupu pejgamberi alayhi salatu wasallam do njëri udhëheci kur është pozitiv, kur ju bën atmosferë tjerëve, kur ja vjek mërzien, kur ja vjek lodhjen. Pejgamberi alayhi salatu wasallam i ka përdorur këtë varg që ka thënë wallahi laula Allahu mahtadina wala somna wala salena, wallahi mos të shkon Allahu siç më udhëzu, as siç më fal, as siç më agjëru. O Allah zbrite qetësinë në neve, forcona i kombët kur takohemi me armikun, ndërsa dhujtarët na janë vërsul neve e po dojnë fitnën, ndërsa na fitnën e refuzojnë. Do po dojnë me na kthy pe kësaj feje, me hepi kësaj feje, ndërsa na e refuzojmë këtë fejë. Do të thonë këtë fitnë e tyne. Pastaj sahabët ja kthenin: "Nahnu alladhina bay'ana Muhammadan." Na ja kemi dhënë besën Muhamedit. Këtu poezi, ato tu grupu, apo tu grupu borkun thot. Do borkun thot sa që shumë për sahabët ju kanë rrotë teshat. Për borkut thot, pastaj ftoft imam, tesha ju boll. Do thonë ç't gjendje tu thon, na ja kemi dhënë besën Muhamedit. Në Islam kena me jetu derisa të vdesim. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wasalam prapja kthente: "Allahumma innahu la khayra illa khayra al-akhirah, fabarik fil ansari wal muhajir." O Allah, s'ka hajër të plot edhe të kompletum, sikurse hajri edhe e mira ahiretit, jep ju bereqet begatoj muhaxherët edhe ansarët. Domthon këtë frym pejgamberi alayhi salatu wasalam i zhvillonte punimet e ndekut dhe e realizonte strategjinë e luftës. Kjo ishte gjendja e sahabëve, muslimanëve. Me frikë, me uri, me skame, me ftëf, me gjitha ato, edhe prap të gjetë forcë me thonë, na ja kemi thonë besën Muhamedit, do thonë, bosh ka u na jemi me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, por që Islam ja kemi thonë besën, edhe për këtë vdesim. Ndërsa i dhujtarët, gjendja e tyre, Allah e përshkruan në Kur'an, sura Al-Ahzab e përshkruan gjendjen e tyre. Mirë, po pikat kryesore të tyre ishin se nuk vinin me kohë me punu në hendek. Punonin hendek, po ju me ku, vonoheshin. Pastaj mundoheshin me nxit dyshimet e sahabët, qysh mujna na me luftu ata, bëshes për kena me hangër, na i në të vërtetën, as i në të vërtetën, dyshime. E kinin pa marrë leje për pejgamberit alayhi salatu wasalam. O sa janë eske gropimit, kur shes është. Gjithashtu, i kërkënin leje për arsye palidhi, me ikë prej punës. Edhe prej arsyeve që i përmend Allahu në Kur'an, i kanë thonë pejgamberit alayhi salatu wasalam, duhet me shku të shtëpia se i kena në rrezik shtëpiat. Po mirë që aty ku keni shtëpiat i kena edhe na. E pse vetë shtëpiat e juaj në rrezik? Wallahi po na rrezikojnë shtëpia, po na hen armikun e ka të shtëpia, kena lënë gratë vetë fëmijët vet. E pse pejgamberi alayhi salatu wasalam kishte lënë burra, sahabët tjerë kishin lënë burra të shtëpiat? E kështu që prej ajetit 12 të surës Ahzab deri në ajetin 20, Allahu i përshkruan gjendjen e munafikëve, por nëse morë ajetin një nga një, po kryesore i përshkruan që të cilësi tyne, që kanë ardhur do të thonë sikur me zër kur i vjen, pastaj kanë ikë prej punës, kanë ikë pa marrë leje, janë mundu me nxit dyshime tek sahabët. Edhe më interesant është se e kanë përdorur një fjalë e cila është kufër. Subhanallahu, është kufër. Mirë, po përderisa ata në anën tjetër kanë shfaqur Islamin, prap kanë betë munafik. Do të thonë qafira munafik. Në ajetin 12 Allah i lartësuar thotë idh yaqulu المنافقون والذين في قلوبهم مرض وما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. Kur ata të cilët munafiqët, edhe ata të cilët kishin smundin në zemrat e tyre, thonin Allahu dhe dërgumi i tij nuk na kanë premtuar tjetër pas mashtrim, na kanë mashtruar. Kufër u kfir. Allah me thonë Allahu më ka mashtruar, ka premtuar diçka as po më jep, pejgamberi na ka premtuar diçka as po na del, kjo është kufër kjo fjalë, Allah i na rrit. Mirë, po ata kanë thonë këtë fjalë. Ndërsa besimtarët thonin walamma ra'a almu'minuna alahzab qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ndërsa besimtarët kur i pan grupet alatët që kanë ardhur me luftu me bojnë vazhdim në Medinë, thonin
Kjo është ajo që na ka premtuar Allah dhe dërguar. Do të sprovojmë. Allahu na ka treguar se do të sprovojmë. Pejgamberi alayhis salam ka treguar se do të sprovojmë. E kjo është ajo që na ka premtuar Allahu dhe pejgamberi, të vërtetën e ka thonë edhe Allahu edhe pejgamberi. Edhe kjo nuk ja ka shtuar atyre vetëm se imanin edhe në nshtrimin ndaj pejgamberit alayhis salam. Do dy gjendje të kundërta në ngjarjen e njëjtë, nën petkun e njëjtë, sepse petkun e islamit të gjithë e pretendonin, edhe muslimanët e sinqert, sahabët, po edhe munafiqët. Domthon të njëjtë, për nga ana e jashtme, të njëjtën punë, mas njëjtit pejgamber, mirë po lekët kundërta. Von këtyne sahabët jashtonte imanin edhe në nshtrimin ndaj pejgamberit alayhis salam, ndërsa i dhujtarëve ja nxerrte kufrin, edhe ja nxerrte atë anën e brendshme, mëllëfin që e mshifnin për pejgamberin alayhis salam edhe sahabët. Në këtë kohë, do të thonë të ndëror vëllezër, përveç frikës që përmendëm, ishte moti i ftoftë edhe uri, skami. Kur e përshkruajnë historianë se çka kanë hangër sahabët këtë kohë, e përmendin që kanë hangër pak elb ku kanë gjetë, rrallë kanë mujt me gjetë dikon elb, me blu edhe me gatu me hangër. Pastaj kanë hangër gjalp, ose si shlin që i thejmë, që i thejmë popullit e na, mirë po i vjetër shumë, sa që i ka ora era, disi kur fillon mu myk, thonë që s'kan pas tjetër, që si që kanë gjetë, ka pas raste kur veç me hurma, ka pas raste kur thot deri në 3 ditë s'kena hangër. U dosh me punu, me hapën dekun, ama 3 ditë s'kena hangër, veç kena pjuj. Edhe njënin për rasteve, kur shkojnë sahabët edhe ankohen të pejgamberit alayhis salam, jo ankohen, po thjesht e tregojnë gjendjen e tyre dhe thonojnë dërojmë Allah, s'na rrin teshat, e kemi lidh do gur këtu në bark që na teshat veshën. E jek pejgamberi alayhis salam këmishën e vet edhe i bjen guri për i barkut, që dha e ka lidh vet pejgamberi alayhis salam. Masi që pejgamberi alayhis salam e përfundon hendekun, edhe i zën pozicionet, edhe dhejun e hendekut e qet kauna e vet, që mu bo manalt, edhe mrapa e ka një kodër të vogël. Kodra sot është afër çomë, është afër xhamisë pejgamberit alayhis salam. Me thonë se ka 1 kilometër e gjys prej oborit xhamisë pejgamberit alayhis salam. Hala ekzistencë e kodër. Ai thotë Jabalus Salah. Salah i thën kodra me përkthy Josef i bën kodra qel. On çashto është si e lmoshtë, sikur kur s'ka as bale as fija as kujt. E ç't kodër ja ka dhënë shpinën pejgamberit alayhis salam përpara ka hendekun. Edhe gratë e fëmijët që ka pas në Medinë i kanë mbledhur dhe i kanë shtinë në kështjellën më të fortë dhe më të madhe që ka ekzistuar në Medinë, që është quajtur Fare, që ka qenë njënit prej pasanikëve të Medinës. Domethënë Medinja u boni familje. Pejgamberi alayhis salam bashkë me sahabët, muhaxherët dhe ansar po gropojnë hendekun, po e bojnë gati, fëmija dhe gratë krit janë tunet me një vend, krit e kanë një dert se qysh me mbrojt Medinën, qysh mos me lanë Medinja me ronë dërë të dhujtarve, Medinja o bosi sikur se me qenë një familje. Gjithashtu pejgamberi alayhis salam kishte vendosur në për Medinë roja. Do më thonë Enes ibn Malikun e disa të tjerë, me ka 200-300 vetë me kontrollu Medinën. Rrugët e Medinës çka po ndodh tek po ndodh, sepse Medinë përveç muslimanëve kishte munafika, pastaj përveç munafikave ishin edhe jehudit benu, Qurayza që më vonë e thejnë marrëveshjen edhe ata në momentin më të rënd. E në mënyrë që pejgamberi alayhis salam me përcjell situatën se çka po ndodh në Medinë i kishte vendosur këtë rrugë. Është interesant një reagim i munafikëve, po do ta përmendim tash kur t'i përmendim disa prej mrekullive që kanë ndodhur në luftën e Hendekut. Allahu ja ka shfaqë disa mrekulli në luftën e Hendekut pejgamberit alayhis salam. Fillimisht Allahu nuk ka mujt që pejgamberin e tij me mbrojt prej uris, prej frikës edhe mos me ilan me ardhe që ata në Medinë. Ka mujt absolutisht. Mirë, pse të gjitha këtu me i përjetu pejgamberi alayhis salam për me i tregu Allahu i lartësuar se pejgamberi është njeri fillimisht. E dyta dhe ju njerëz mas pejgamberit keni më ballafaqu me situata njerëzore. Kështu që duhet me i bë çare njerëzore. Jo me prit me lashet me ardh, me ja zgjedh problemet juve. Jo me prit me lashet me ardh me luftu ju me i kqyr ata ka të luftojnë. Jo me ardh me lashet me ja rregullu punët edhe problemet edhe të lashet dhe me nejt hazër. Kështu që Allahu pejgamberin e tij po e detyron që ai vetë me i bë çare vetit edhe me i kry punët. Mirë po, në këtë situata të rënda, Allah tash e shfaq do mrekulli pejgamberit alayhis salam, edhe për me mbështet, edhe për me ndihmu, edhe për me tregu tjerë që Allahu s'heq dorë prej tina. Allahu nuk heq dorë prej tina. Prej mrekullive është
që transmetohet në hadith të sakt se sahabët tu gropu ka dal një gur i madh. S'ka mujt me thy kërkush, me tërnaku pa që janë posë të, nuk kanë mujt me i thy. E kanë thirë pejgamberin alayhis salam, nga thonë që të guri s'ka kush që e hjek, me thy s'po mujna. E merë pejgamberi alayhis salam tërnakupin. Edhe bismillah i mshan gurit, e don një tretën e gurit, për afërsisht ja hik një copë gurit. Edhe thot Allahu Akbar. Utitu me fatih Sham, Allahu Akbar. Do të çlirohet Shami. Allahu mi ka dhënë qelsat e Shamit. Të thonë, në çfarë momenti, këta s'po mujnë pe Medinës me dalë. Buks po kanë me hongër. Të thonë, Medinë nuk e kanë sigurt, pejgamberi alayhis salam këtë moment po javë këtë vullnet, po thotë, Shami do të çlirohet, Allahu qelsat po më jep. Edhe thotë, mi ka shpalos Allahu pallatet e Shamit të kuqe, që të momenti kum pa, do mos ku më kanë Shami kum pa pallatet, që Allahu po i thotë se Shami shumë shpejt ka më bë pjesë e Islamit. Pastaj e godet për zdyti gurin. Kur e godet për zdyti, ja hek edhe një pjesë gurit. Thot Allahu Akbar. Allahu Akbar. Me ka dhënë Allahu qelsat e persiane, e persisë. Edhe thot mi shpalosi, Allahu mi shfaqi pallatet e bardha të persiane. Shami ka qenë në përandërinë romake, do hon pallatet e kuqe, kueli, ndoshta me tullat kuqe, me qeremitet kuqe, ndërsa persianët pallatet e bardha edhe Allahu ja shpalos. Pastaj e godet edhe për streti gurin, edhe e ban fije me fije dhe e hiqin, edhe thot Allahu Akbar, Allahu mi ka dhënë edhe qelsat e Jemenit. Edhe po e shoh Sanan, qyteti i Jemenit që është sot, atëherë ka qenë qytet, thot po i shoh dyert e qytetit Sanas. Allahu e ka shpalos. Të më thonë, në qësi momente, në qësi situata ka shtrona, që munafikët thënin, Muhamedi po thot, kena me shku në Persi, kena me shku në Sham e Yemen, na Allah ju nderoft, s'po kemi guxim, po kemi frikë me dalë me kry nevojën që atje lagë shtëpia tona, kjo thot keni me marë Persi. Mirë, po që të lajme, që e përmendu më herët ajetin, besimtarë sahabëve ja kanë shtu imanin dhe kanë shtu në shtrimin, ndaj Allahut dhe ndaj të dërguarit e tij sallallahu alaihi wasallam, edhe nuk ka lënë kohë gatë gjatë jetës pejgamberit alayhis salam, Jemeni bëhet musliman. Pastaj më një herë pas vdekjes pejgamberit alayhis salam, Shami bëhet musliman. Kohën e Omerit Persia vjen edhe bëhet musliman. Allahu akbar. Domthonë ky është premtimi i pejgamberit alayhis salam që muslimanët në ajetin që lexuam më herët thanë, kjo është çka na ka premtuar Allahu dhe i dërguari, çka ka premtuar. Edhe Allahu dhe i dërguari kanë thonë të vërtetën, kanë menduar këto dhe ndodhen. Ndërsa idhujtarët e munafikët thanë, ma wa'ada Allahu wa ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Allahu dhe dërguari i tij veç na mashtrojnë. La ilaha illallah. Allah na rujt me dal kjo fjalë pegojës, njerëz të mirë, po Allahu ka treguar fjalën e tyre. Edhe premtimi i pejgamberit alayhis salam u realizoi për një kohë shumë të shkurt, këto 3 vende të mëdha u banën 3 krahina të mëdha të muslimanëve. Që qëndruan musliman, edhe sot adet janë musliman, përveç se puna e Iranit që pastaj kanë ndërhy shteti Safavit Shii që e ka orientu për ndryshe 800 vjet, 800 sa vjet, Irani ka qenë burim i shkencës, burim i dijeve të shariatit, burim i hoxhallarëve dhe dietarëve të mëdhej të ehlus sunnetit. Shumica e dietarëve të haditheve, shumica e dietarëve të mëdhëbit Hanefi, shumica e dietarëve të mëdhëbit Shafi janë pe Iranit. Kolos të mëdhej, 800 vjet. Mirë, pastaj një mrekulli tjetër i ndodh pejgamberit alayhis salam gjithashtu me Xhabirin. Xhabiri radhiyallahu anhu vërtet djali i ri. Mirë, po i çuditshëm. I çuditshëm për ka iniciativat edhe që thon publikut e na që ka prej mendje do sene që ka prej të mëdhajve. Edhe i thot pejgamberit alayhis salam, oj dërguar i Allahut, jam martu frek apo më jep leje me shku te shtëpia. Tash pejgamberi alayhis salam i thot çka? Ky sot të shku te gruaja. Ky është të shku me këshyr mas po gjon ushqim diçka më vjen pejgamberit alayhis salam. Po nuk i thot që jam të shku me lyp bok për ty. Thot, du më shku të shtëpia me këshyr, jam martu frek. Shkan. Ku shkon të shtëpia të gruzet, a kena diçka më dhon pejgamberit, gurin e ka lidh për barku. Thot gruaja vet vallahi, kam thot një pjesë, një brejme të vogël, një fond thes me elb që ato janë të rujt, edhe e kena një edhe i thot, se s'ka çka me hungra se edhe, thot si e madhe. Thot preq ato. E prej në edhin, e merë Xhabir radhiyallahu anhu, e blun elbin, e bojnë bukën kadakadale, edhe e shtin me zi, edhe edhin, edhe kur nis muzi gati mishi, edhe më buka gati niset. Xhabir thot, shkon pejgamberit alayhis salam veshit, thot, oj dërguar i Allahut. E kum gjetë një edhe të shtëpia,
Për ty edhe një 2-3 vetë ju mjaftan, merr I kanë dush një 2-3 vetë. Çtu ka dole. Çohet pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe këtë sahabë thotë çunë të për na thirr Xhabiri. Ho, belo. Ky thirri për 3 vetë. Pejgamberi alayhi salam po ja thirr kret hendekun. Siklet madhe. Sikletin e ka më të madh se mos e ke kuptoj pejgamberi alayhi salatu wasalam. Shkon këtu te gruaja para se me shku pejgamberi alayhi salam. Se pejgamberi alayhi salatu wasalam thotë shko te gruaja dhe mos e hiqni tenxherën ose të enën që e kanë postu zi, mos e hiqni prej zjarrit, edhe bukën mos e hiqni pi furrës derisa të vijone. Sepse do me ndodhë mërkullia. E shkon Xhabiri, thotë gruas vetë, ku kush janë haxhit? Thotë ketë hendejku janë dorë. Thotë çysh I ke thonë ti? Ti ai ke thonë mirë. Thotë unë I kom thonë ti edhe 2 tjerë. Thotë një pa që thonë çështu, mirë është, se pejgamberi e den sallallahu alaihi wasallam, e den thotë ai punën e vet. Veç ai ke thonë ti mirë, thotë unë mirë I kom thonë. Kur vjen pejgamberi alaihi wasallam ketë të shtëpia e Xhabirit, ketë hendejku goti. Thotë hiqen shtashi atë tenxherën prej zjarrit, bëre bukën edhe fillon vetëm ja u do pejgamberi alayhis salam bukën. Edhe ishtin ka 10, thuhet që kanë hi ka 10, thuhet grupe domthon ka 7-8 10 kështu. 10 vetë ka dhënë bukën, jep ka mush çorbën edhe mishin kanë dal. Apet 10 ti ja u do pejgamberi alayhis salam, tu ju kthy bukat shukon. Tu ju kthy xhella shukon. Tu ju kthy tenxherë shukon e mosht. Te sa I ka kry kret. A hanën kret po, ka hon Xhabiri tani që tash edhe kishën ai fukaron ai kon maskamet Medinë jepni me humbur se thatësi e madhe në kërë. Kjo është mrekullia e Allahut. Mirë, as ka mujt Allahu që to më javon vazhdimisht. Çdo ditë më javon pejgamberit alayhis salam, bëma do bukë dhe pastaj çdo ditë çat bukë më javdo 2-3 mijë vetëve. Jo se kjo nuk është jeta e tokës. Jeta e tokës është do të me punu, më lodh kanë herë kop, s'kam kanë herë kopuria. Nuk është jetë e tokës, jetë normale e përditshme që ti me marr një bukë 30 cm ose 50 cm edhe më jadon 300-400 vete. S'është. Mirë po Allahu po don në këtë formë me e mbështet, me e forcu edhe me ashfash një mrekulli pejgamberit alayhi salatu wasalam, ndërsa kjo ngjarje është e transmetuar edhe te Buhariu edhe te Muslimi ngjarja e Xhabirit radhiyallahu anhu. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wasalam don me I bë do politika. Për me u lehtësu me tenalive, rrethimin. Edhe e merë Sa'd ibn Muadhin. Apet Sa'd ibn Muadhi po delën skin. Nuk e di më vërtet ky njeri ka qenë I madh. Sa'd ibn Muadhi vdes, që domam çet luftë plagose të vdes, mi po delën skin Sa'd ibn Muadhi. Edhe I thot pejgamberi alayhis salam Sa'd ibn Muadhi dhe Sa'd ibn Ubadat, Sa'd ibn Muadhi kryeplaku I fisit Aus, Sa'd ibn Ubadah kryetari I fisit Khazraj dhe I mlej thot, aja u merr mendje thot që 2/3 e hurmave të Medinës që kena mi mbledh si vjet, po ja japon fisit Gatafan veç le të largohen, le ta priqin aleancën. E tash kur të largohet Gatafani me 3500 ushtar, fillojnë pastaj aty do lëvizje, do tundje, do dridhje dhe shka përderët aleanca. Thot, po pajtohemi me ta, 2/3 e hurma shumë Medinë. 2/3 e hurma po ja japon veç le ta I emrit. Thot Sa'd ibn Muadhi, o I dërguar I Allahut, çka është shpallje? Allahu ta ka thënë dhe na do të më nështru çfarë thosh ti na e bojna. Apo don më na shliru neve? Thot jo vallai për juve kam i shliru. Thot nëse e ke për neve Allahu na ka nderuar dhe na I na ka një dhujtar sikur sa ata. Ndërsa Allahu na ka bë musliman edhe na ka ngrit, thot e prej kur na më dhon të vlefshmën për diçka që është shumë e nënçmuar edhe pushtot kurse u jap. Na shpat kena më dhon aty na më hur me sy. O krythot. Çfarë thotë vdeshta pejgamberi alayhis salam për juve po. Edhe nuk ndodh kjo. Pastaj I vjen lajmi pejgamberit alayhis salam se Benu Korej dhe në Medinë, fisi I vetëm jahudi që kam në Medinë e prishi marrëveshjen. Edhe dolën haptas, na nuk kemi më marrëveshje me Muhamedit edhe e shkoqën atë fletën e marrëveshjes. Tash I erdhën lajmet pejgamberit alayhis salam. Pejgamberi alayhis salam apo të thirr Sa'd ibn Muadhin. Tuam punë të mëdha, misione të mëdha, thirrën njerëz të mëdhej. Nuk ka nevojë tani më shpjegoj atë herë atina. Edhe kur del maç atje kthehet tani herë, çysh thove edhe një herë. Tani apet rrugës, a kem çështu as ke çështu. Lekit, po shkojone pe kry vetëm. Pejgamberi alayhis salam po I thirr do burra që gjysën e fjalës më u thonë morën vesh çka më bota. Thirr Sa'd ibn Muadhin dhe Sa'd ibn Ubadah. Thotë shkoni te fisi Banu Qurayza te Jahudit. Edhe veç kështu në nuhat në situatën. A e kanë prish marrëveshjen? Nëse e kanë prish marrëveshjen, hajde te unë amo çit më për rrotlla. Ju un kallzu drejt. Po çit mani për rrotlla që ta marr vesh veçone që e kanë prish marrëveshjen. Nëse se kanë prish marrëveshjen, thoni me Zot mall që Jahudit janë në marrëveshje, halos se kanë prish.
shkojnë Sad ibn Muadh dhe Sad ibn Ubadah, kur e shohin jahudit e kanë shkuar marrëveshjen edhe s'ka marrëveshje, prish marrëveshje. Pastaj Sad ibn Muadh shtyhet me jahudit, i ndrojnë Allah fe të mira. E një 3 për jahudive, 3 burra për jahudive dalin pe Benu Qurayzës. Ton 3 krye familjarë, është fjala me familjet e tyre, dalin edhe thënë vallahi, kjo është punë e poshtër dhe punë e ol që e bëjmë na, edhe nuk duhet me bë këto, edhe dalin shkojnë te Hendeku. Te pejgamberi alayhis salam. Thot ata e kanë prish marrëveshjen, po na jo. Na s'jemi me ta. Edhe bëhen musliman të tret. Edhe familjarët e tyre. Tash vjen Sad ibn Muadh edhe po i thot pejgamberit alayhis salam, ai tha tregoma me rrotlla, me temsile, jo direkt, që mos bëhet luk tani. Me orë njerëzit e lodht, 10.000 ushtari kanë anë Hendekut, kënejna pa boke, pa ftaf, me orë me thonë edhe 700 jahudi, 1.000 jahudi ushtar, kënejna kanë prish marrëveshjen, pritet me rrok kashmina. O krymo, prishet morali luftës, bjen morali luftës. Edhe Sad ibn Muadh i thot pejgamberit alayhis salatu wassalam, adlun wal qarra. I përmend 2 fise. 2 fise të cilat e kanë tradhtuar më herët pejgamberin alayhis salam. Shkruaj do më thonë puna është sikur se me ata 2 fise, do na kanë tradhtuar. E pejgamberi alayhis salam thot Allahu akbar, abshiru ya muslimin, thot Allahu akbar, ju përgëzoj o musliman se do të vjen fitore. Pastaj Allah azza wa jall zbret ajetin që flet për gjendjen e sahabëve, masi që e kanë thyer marrëveshjen jahudit, që tash frika dhe më e madhe, sikleti edhe më i madh, se tash nuk ka probleme më veç i sahabëve, problemi është edhe te gratë atje, se gratë kanë Medinë, edhe fëmijët Medinë kush i mbron më ata. Ndërsa jahudit e kanë prish marrëveshjen mund me hin çdo moment luftë dhe me hin me bë masakrat e fëmijët atje. Allahu thot idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaghat al-absar wa balaghat al-qulub al-hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika ibtuliya al-mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida. Interesant Allahu çuçi përfundan këtë ajet. Thot kur ju venin prej lart, ton jahudit mbrapa, sepse kanë qenë pak më lart, do han pjesa më e lartë, si kodrinë e vogël. Wa min asfala minkum, edhe prej poshtë, do han ata që jeni përpara, do tallant po jo vi. Wa zaghat al-absar wa balaghat al-qulub, do han edhe shikimi u ndru, edhe zemra ju dul pi venit, pe frikës, edhe disa fillon me mendu keq për Allahun që është për qëllim për munafikat. Hunalika ibtuliya al-mu'minun, këtu janë sprovu muslimanët. Që të u konë sprovu muslimanëve, wa zulzilu zilzalan shadida, janë ndrjedh, janë tronditje të fortë. Tronditje e fortë. Nuk e di janë trondit, e kanë posë në farë zilzali, në farë tërmeti më të madh se sa që tonë sahabët më herët. Mirë, prej ngjarjeve, do vonë halosht Hendeku, halojk është ushtria 10.000 i dhejtare që përdojnë me hinë Medinë anë e Hendekut. Pejgamberi alayhis salam don tash me i marrë lajmet që ka ndodhur anë ka mushrikt. Edhe thot Hudhaifja tregon ngjarjen, thot pejgamberi alayhis salam u çu dhe tha, domthon çështë në natën e errët, të ftoftë, pa hangër, pa gjumë, të lodh raskapiton me frikë. Thot kush për juve po shkon anena Hendekut, me pru lajmet do t'jetë me mund xhenet. Thot s'po livrit kërkosh Hudhaifja, sikur më na pasra deka. Ku me shkolla? Shtatë të tepër e rëmë. Thot, prapë dhe pejgamberi alayhis salam, kush po shkon anena, me i pru lajmet, do më ndela në i sigurt, dhe me i pru lajmet sigurt. Është me mund xhenet, kërkosh s'livrit. Edhe të rejtën herë që shtu, thot vesh kum ka thonë, kum ja Hudhaifja, që Hudhaifja thot kum kësy sikur lepri. Dhe më thonë, kër e tut leprin, që kësen, thot që shtu më ka ardhë, se kom pritun që më thot, që Hudhaifja, që, s'po ta qara për shumë. Tha ma bani dilanejna, Hudhaifja, dilanej, merri lajmet, mos u vrej, edhe mos i nxet ata kundër meje. Do mos të marrin vesh që të kum quone, që je juni. O kry Hudhaifja unes. Kur dilanejna, hinë më sheftas, po kërësura dikush dyshon që ka hinja o huj. Edhe me tregohet me një transmetim tjetër që Abu Sufjani se dikush ka thënë na ka hin dikush i huaj, po secili le ta kap shokin e vet edhe le ta pyet kush je. E Hudhaifja këtu e ka kap këtë meselen para atij shoku që ka pas nga ata dhe ka kapur kush je ti? Ka thënë filani e mirë. Thonë që ai mos me vet Hudhaifën. Se ai pas vet kishte thënë Hudhaifja dhe ishte zbulu. Thotë Hudhaifa radhiyallahu anhu. I shkon tot një zjarm i madh.
Edhe të zjarmi, i rrinin gati zjarmit që mos mu shkym, me ren. Edhe dhe të jarëran e Ebu Sufjanit fik kallëvet të zjarmi. Mu drejtu para syve, qështu sikur qështu. Edhe dhe të ne kisha shigjetën në harkë. Vesh me bo me ngrejt qështu në zemërja që lejsha e me të shamet porë. Edhe ku ngrejt dhe tjerë. Thot mu ka kujtu, fjala pejgamberit a.s. Del Hudhaifa ani edhe mos baku gjo. Edhe e kum nëllë. Kum shtinja pet shigjetën, e kum shtin vend vetin edhe harkun e kum qitë në shpin, sepse ka thonë pejgamberit a.s. mos baku gjo. Kjo të ndëruar vëllezër, për faktin se Hudhaifja hala e ka të freskët humbjen në hot. Pse humbën në hot? Humbën në hot, pse u plagos pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hot? Pse gjatë ato vrasje të muslimanëve 70 shahid e plagosjet e humbja e disfata për shkak se nuk e dëgjuan fjalën e pejgamberit alayhi sallam. E Hudhaifja këtu po tutët që nëse se dëgjoj fjalën e pejgamberit alayhi sallam, po bëhet sebeb kjo, e kalojnë ndekun, mavrojnë pejgamberin alayhi sallam ose ndodh diçka për fojin tëm. Kënina, thot, kom pas qef bëll me vra Ebu Sufjanin. Sepse Ebu Sufjani është komandonti i ushtërisë këtu, se harru me thonë fillim. Krejt që sa i ushtërisë 10.000 ushtarë, Ebu Sufjani është komandonti kryesor. Thot, qef kisha me vra atë njeri. Mirë, po kënina mu këtu fjalla mos bëk kuqyqi, kun qosman. Edhe këthejt Hudhaife, thot, kur erët e pejgamberi alayhi salatu wassalam, erët të hitë si kur plëmë. Plëmë që së njët, kada ka dalë, si duket ka qenë edhe i lejtë. Erët e pejgamberi alayhi salatu wassalam, i tregova se qka kisha nena të dridhë për iftaftit. Të dridhët për iftaftit, ma dhathët gjyben e vetë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Më pështjeli me gjybe, si unë dzejva thët kisha flejnë vesh kur më ka qu për sabah pejgamberi, quë gjumash, quët. Tek që atëherë dhe më ka qu gjumin, pejgamberi alayhi salatu wassalam. Rëthimi i Medinës, ose qëndrimit e ndeku, zgjatë parafërsisht 24 dit. 24 dit janë sahabët që të gjendje. Thuhet që 5 prej mushrikve e kanë kaluar ndekun edhe kanë dalë ka muslimant, e Aliu radiallahu anhu me disa ju kanë dalë në luftim. Edhe 2 prej tyre i kanë myt, tjetër kanë ikë dhe janë kthyte ushtria e vet. Mushrik kanë sulmu vazhdimisht. Mon me shi, sulmi kon me shigjeta. Edhe me shtiza me që kanë mujt. Mirë, po s'kanë mujt me kaluar ndekun me dalë kënena. Edhe çashtu turujt, edhe sulmet janë kënë të vazhdushme, sa që pejgamberit alayhi salatu wasallam një ditë i ka ikë këndia së ne ka folë. Pse së ne ka folë, për se luft, vazhdimisht të gjujtet, dhe vazhdimisht të sulmu. Edhe vjen masit për rëndën djeli, pejgamberi alayhi salatu wasallam të thonë, Allahu ja mbusht varret e mushrikëve me zjarmë, s'na lan me folë këndin deri sa dul koha, thotë Omeri, edhe unë s'kom mujt me folë, radiallahu anhu. Edhe quhet që atëherë folë. Thuhet, jo thuhet, po është e saktë kjo që kjo i ka ndodhur pejgamberit alayhi salatu wasallam para se me zbrit namazi i luftës. Sepse kur ka zbrit namazi i luftës, ta i duhet më folë edhe në luftë, është forma namazit luftës, ama deri këtu nuk ka zbrit. Edhe s'ka mujt me folë kindin, në kohët vetë, s'ka mujt me folë që është duhet me 4 rekate, me ruku me sejdë dhe i ka mbet deri mas akshamit. Këtë luftë, më thonë me i thonë luft, për arsye se lufta është bon distancë, mes e kanë pasin ndekun, nuk janë vrarë shumë, mirë po prej sahabëve janë vrarë 8, o në 8 shahid janë këtë luft, në mesin e tyre është edhe Sa'd ibn Muadhi. Në pse Sa'd ibn Muadhi e ka rrugë? Nëse shigjeta e rrugë që ato që bjenë sy më shumë. Dash sahabët të tjerë janë mshejve janë tutë, mirë po Sa'd ibn Muadhi ju ka rënë sy më shumë dhe kanë rrugë Sa'd ibn Muadhi, çdo dikon është plagos të mesi i krahut, një damar që është kryesori që e bën qarkullimin e gjakut, prej gjakderës të madhe mas disa diteve, pastaj vdes Sa'd ibn Muadhi, nuk vdes luftë, po vdes masanena, masi të kryet lufta, masi të kryet problemi me fisin Banu Nadhir. Sa që pejgamberi alayhi salatu wasallam çaq shumë e ka dashur Sa'd ibn Muadhin, i ka thonë sahabëve rregulloni një tend me në xhami, ta kam ngat aty që dal shpesh me po, sa honi smut. Edhe ty kullu varë, ty kullu, ty u vra, ty zgjaruar më tepër, ty i pezmatu, pastaj ka vdek prej plagës që e ka marrë në krah, radiallahu anhu warda. Mirë po pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thonë bin man xhami këtu. Le ta ban derën në xhami që unë sa herë dal këtu kam qef me po, edhe me përshëndet. Mirë, mas 24 diteve, alhamdulillah mushrikët zbrapsën, thehen, të poshtrum, të thym moralisht, të thym shpirtërisht, u hargjun, edhe nuk arritën kurrë absolutisht. Përkundrazi, psun disfat, sepse sa arritën as me vrarë kanë Medinë, as sa arritën me hin Medinë, as sa arritën me pushtu Medinën.
rrëthimi i gjatë i harxhun rezervat që i kishin ushqimet o fillon më harxhun një muaj ditë pa marrë kërka vetëm ato rezervat që i kanë pas, normal që i harxhun. Pastaj arsye tjetër ishte se qëllimi i alatëve nuk ishte i njëjtë. Njerëzit nuk ishin ardhur me luftu për të njëjtin qëllim. E kjo na bën neve duhet më na bë të vetëdijshëm se me kanë po bojmë alancë. Për çfarë qëllime? A kemi qëllimet e njëjta, se kemi. Nëse s'kemi qëllimet e njëjta, nuk kemi vullnet të njëjtë. S'kemi elan të njëjtë me luftu, edhe me punu, edhe me gjallu. Sepse ai këshyr për diçka tjetër, më këshyr për diçka tjetër. Ndërsa sot alancë ose shoqëritë e sodit zakonisht është ajo rregulla se i armiku tem është miku jam. Do të thonë unë e kam filonin mik veç se i ka punë të keq me filonin. Veç që se don filonin unë e dua ato. Veç që e ka qetonë, do të thonë këto janë alaonca të falce dhe të përkohshme të cilat në pengesën e parë dështojnë. E këta alatët idhujtar, jahuditë dhe krejt këta, kishin bë alaoncë artificiale. Për shembull mushrikt e kishin për qëllim me siguru rrugën e tregtisë, rruga e tyre me qenë e sigurt. Fiset tjera, gatafane këta që ishin të natyrës beduine më tepër, qëllimi ishte me hinë Medinë, me marrë shka të gjojnë nëjse nëj pasonin, nëj diçka dhe me hecë. Do më që kaqë. Plashkë no. Jahudit ishin asas. Edhe e thynë marrveshjen edhe nuk hishin luftë. Bile ju kërkun si garancë ose si hipotek mushrikëve të Mekës edhe Gatafanit që më na dhon juve që diçka ka 100 burra po mdeu këtë. Sicili fes ka 100 burra, të bëhen me neve që ju mos më tërjeke me na lën neve. Domthon si garancë. Domthon thjesht dyshonin në alaoncën që e kishin formu. Pastaj këtu shfaqet edhe një person, cili ja shohin hajrin shumë muslimanët dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam, ai është Naim ibn Mesudi i fisit Gatafan bëhet musliman çet moment. Allahu kur don me çu dikon. Kur Allahu don me çu zgjidhje dikujt, kur Allahu don me çu ilaç, kur Allahu don me çu mjekem, kur Allahu don me çu shërim, subhanallahu ta çon mjekun para syve. Ta çon ilaçin që zgjinet kërkon heqja gjon. Do ai çon dikonin, tash ai ilaçi vjen të fluturu, po dikush bëhet se vetë ta vjen. Këtu ky Naim ibn Mesudi bëhet musliman, dhe vjen te pejgamberi alayhis salam, dhe janë bën musliman, çka më bë? Thot bën çka të mësh. Bën çka të mësh se luftë nuk ka domethënë me tregu burrni, valla unë sarraj unë smashtroj. Lufta është mashtrim, luftë, domethënë ke armiku. Atëherë thot hajtë sonë pe përdori një dredhite me çeka. Shkon te jahudit, edhe i thot jahudive, ata arab që janë në hendekut kanë më tradhtu juve. Kanë më lënë, kanë më hesë me ike, Gatafanin në vendin e vet, kanë më lënë juve vet. Kështu që lëpni aty në do pore, do diçka si garancë që mos më lënë juve. Edhe thënë po ty veç ashtu te kuka. Shkojnë te me kasit, thënë i thot atyne, mushrikëve të Mekës së Gatafanit. Thot jahudit dojnë më lyp juve pore dhe pasuni që me kthy marrveshjen me Muhamedit, me pagu marrveshjen me pore, edhe më tradhtu juve më lënë. Edhe filloi një farthimi me. Shtëja kësaj edhe një erë të madhe të cilën Allahu ja fqej. Do natën e fundit, Allahu ja fqen një erë që gati shkolte edhe lisat e mëdhej. Se mo tendat që i kishin ja u fluturoj këtë. E Allahu thot, وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ. Allahu I kthej ata me inatin edhe me mbledhjen e tyre që kishin, I kthej prap. Lem yanalu khayra, kur far hajri, kur far të mire nuk patën. Kur far të mire nuk arritën, as interesi. وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ. E Allahu I pështoi muslimanët pa luftë. I pështoi muslimanët pa luftë, وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. Allahu është I fortë edhe është triumfues. Edhe kjo herë pastaj ja u prishi këtë matematikat, ja u prishi tendat, ja u prishi komandën, ja u prishi edhe fillon me I mbledh plashkat, edhe sicili fes më u kthyn vendin e vet, të poshtrum, të nënçmum, të lodhën, të thym, të demoralizum, të harxhum, edhe të inatum edhe me njëri me tjetrin sepse nuk banën kur gjë. Pejgamberi alayhis salam gjatë kësaj kohe gjithashtu lutej, edhe thoshte Allahumma munzil al-kitab, o Allah që e ke zbrit librin. Sari al-hisab, që e ban llogarin shpejt. Allahumma ahzim al-hisab, o Allah bani që të psojnë disfat këta alatët edhe alaonca idhujtare. Allahumma ahzimhum wa zalzimhum, o Allah që jap disfatën edhe që jap tërmetin edhe dridhjet edhe lëkundjet në nënkambët e tyre, edhe Allahu e bani ato që
e kishte vendos, më thonë edhe i shpëtoi muslimanët prej luftës, edhe i shpalosi vlerat pejgamberit alayhi salatu wasallam, dhe një herë i shpalosi se kush janë sahabët, shokët e pejgamberit alayhi salatu, farë shok ka pas, dhe shka janë kanë gjendje me sakrifiku për pejgamberin alayhi salatu wasallam, për këtë islam edhe për pejgamberin alayhi salatu wasallam, i shpalosi edhe një herë munafiqët, e i shpalosi jehudit, gjithashtu edhe i shpalosi në realitetin e tyre edhe i dhujtarët, edhe alaoncët, edhe alatët e dhujtarë. Në gjarja ka shumë mësime, disa për tyre dhe i përmendem, mirë po du me i përmendem edhe një dy të cilat janë të rëndësishme. E para, që du me përmend bashkarisht është se lufta e Hendekut, pastaj lufta e Uhudit, mes luftës e Hendekut edhe të Uhudit i kemi përmend disa lufta tjera të shumta, të cilat krejt kanë ardhur në Medinë me i bë luftët, që do të thotë se kjo fe vazhdimisht është luftu. Vazhdimisht është luftu. Nuk është diçka e re që luftohet feja. Nuk është diçka e re që i dëgjojmë na njerëzit që flasin gjuhën tonë, edhe në popullin tonë thonë këta do të më i grin, këta do të më i vraq, këta do të më i kallë në zjarr, këta do të më qujnë deti, më gjujnë deti, më afçit peshka qana, këta kështu. Që kjo më lef ka qenë atëherë dhe që kjo është sot. Sta një vllaz në llakin, as nuk një a jetë babe birë, a vëlla me vëlla, a shka jeni s'ka, kjo është mlef i pa kontrolum, kjo është mlef i mushrikve, kjo është mlef i atyre që s'kan din, s'kan fejë dhe se besojnë Allahun, s'ta një më kërkonin e që. E që kjo luft, që është bëhat herë, bëhat edhe sot. Wallahi sot me i pas mundësit, me i pas dur të lira, disa, më të vërtet në i këshin bo mazisës, që kanë tentu me jabo pejgamberit alayhi salatu wasallam, dhe kanë bo musliman gjatë historisë, do të thonë njëti skenar, i njëti mlef, i njëti qëllim, i drejtum ndaj njerëzve që bartin besim të njëjtë dhe vlerat të njëjta, vetëm se ndryshojnë personat. Do të thonë, të kalumën kanë qenë filani fisteki, sot do filani fisteki. Pastaj mësimi i dytë është se lufta e Hendekut na jep një mësim praktik që duhet me pas parasysh, që besimtari në jetën e tij përballet me situata të ndryshme, me betejë të ndryshme. Mirë, po ju gjithherë do të me hinë betejë. Ju gjithherë do të me bë luftë. Nga njëherë do të me bë hendek. Nga njëherë disa luftrave, disa betejave që mendoj me ju qas, s'ka nevojë, do të me hinë me ta luftë, po do të me bë hendek. Vetëm se do të me di që pe bojmë hendekun. Ku pe bojmë? Sa pe bojmë? Edhe për kënë pe bojmë. Kjo është. Për ndryshe, jo me gjithë koni me hinë luftë. Apo që ka tha filoni, mullet të lëshumi. Apo aj tjetër, hajde, nuk është besimtari që duhet me çdo kanin me hinë luftë, me çdo herë, sa herë ta kundërshton dikush, sa herë të ka probleme me dikonin, me nis luftë, me nis betejë, po ka një herë do të me hap hendek. Betejë e pafitume. A është betejë e pafitume? Po, bën hendek. Mos e lëmu të afrungat. Thjesht. O qoftë betejë e pafitume për shkak se jemi të papërgatitur, se jemi më të pak, ose qoftë që është situata edhe pozicioni që kemi na është që nuk na jep komunitet me fitu betejën. Për shembull me të afërmit, problemet me të afërmit. Vllau antifetar, baba antifetar, nona antifetar, fëmia antifetar, a me hap betejë me ta ju. Është betejë që sfitohet. Rrokoti me nonën ose me babën. Mirë, po është betejë që sfitohet. Atëherë bën hendek. Bën hendek që sulmët mos e mri, edhe mirë, po prej anës të Hendekut me thirr në anën tjetër të Hendekut, sepse është betejë që sfitohet. E tash e këshyrti, që ke beteja, fitohet o sfitohet. Nëse fitohet, a është favoritemin, nëse është mirë, nëse është favoritemin, po nëse është favoritemin, atëherë do të me aboni penges, do të me boni hendek, sikur se që përna mësën lufta e Hendekut, ose lufta e koalicionit, ose aleancës i dhujtare, e cila përfundon e dështuar, ndërsa strategjia e pejgamberit alayhi salatu wasalam përfundon e suksesshme, shumë e suksesshme. Bile, kur vinë mushrikët, e shohin Hendekun në Medinë habisë, këto se pas mi po korë, sejfte, për herë të parë për bëllavacu me qësitata. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wasalam e thot një fjalë shumë të rëndësishme këtu, që sahabët ja u ngrit shumë vullnetin edhe moralin për më bëllavacu pastaj me këndush për armeshme. Thot prej sotit, s'kan me na luftu neve, po na kena mi luftu atë. Edhe prej kësoj beteje, mo kur beteje tjetër nuk u bo rreth Medinës. Kretë betejat i kemi jashtë. Qëllimi Mekës, beteja të Bukut, beteja ajo, beteja s'kamon Medinë. Pse se, muslimanët dhe më thonë, me Hendekun arritën me javdhon një goditje të fort
të gjitha fiseve, madje kësaj aleance kaq të madhe me 10.000 ushtar, kur ja dhanë këtë goditje, tjerët e morën goditjen edhe më të fortë, edhe mos ka kush që ja mësojnë Medinës për me sulmu Medinën, po nëse paraqitet nevoja për me luftu, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po thotë kena me luftu jashtë Medinës, sikurse do të ndodh në vazhdim të ngjarjeve që kanë të bëjnë me jetën e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad.